mora vesh që nona është jo vetëm këtë duhet, po e nëzimin çdo 10 e gjysë sot, mora vesh që nona është jo vetëm këtë duhet, po e nëzimin çdo pjesë trupit. Nes nuk u qova provat u se nuk vjen të mori as kamerat e sigurisë, as masin terren, as shofi, as i gjohë. Qa po bëni? Qa po bëni, more? Qa po bëni? Një ngjarje është denoncuar në zonën e Golemit, ku një grua e moshuar e identifikuar si Ishe Ademi dhe djali i saj, Recep Ademi, janë dhunëmuar barbarisht nga biznesmenët si dhe nga efektivët e policisë për një konflikt për pronat. Sipas materialeve të publikuara nga avokati Arben Langozi, 2 biznesmen kanë dhunuar Recep Ademin në tokën e tij, pasi nuk i lejon që të ndërtojnë aty. Dhuna ndaj Ademit është filmuar një nga kalimtare aty pranë, e cila dëgjohet teksa bën thirrje që dhuna barbare duhet që të ndalojë. Por pas kësaj ngjarje, punonësit e policisë kanë shkuar në banesën e Ademit dhe siç duket nga pamjet e mëposhtme, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij, Ishe Ademi. Në pamjet e bëra publike, e moshuara shfaqet e shtrirë në tokë, në gjendje të rënduar shëndetësore, ku dhe ka humbur ndjenjat. Në video duket se efektivët e policisë e tërheqin dhe e ngrejnë me forcë për ta shoqëruar drejt komisariatit. Sipas denoncimit, ndërhyrja lidhet me një mosmarrveshje për pronën, një problematik e njohur dhe përsëritur në këtë zonë. Ndërkohë, fotografi të publikuara më pas tregojnë duart e të moshuarës të gjakosura.